Wallah, dorësma u konë pejt tretës dhe këtjena i dhe me të honën. Po dorësma të atëherë kër i martu, unë e konë shtirë, se u konë okupimi i shkive atëherë. Dhe me honë flamuri kër i ke morë, mu ka duft dhe gjëstus, u konë i shpalum. Në gjëstus në kanë zatet policia, vduhme ka honë shtille. Policia sërbë? Dhe me honë policia sërbë. Tani apet prapë, kur i kënë nga përcyja, të apet e kanë shpaluë. Po, u konë pak shtirë, u konë pak problem. Pavarësisht se varfëria mbizotronte në çdo kënd të vendit, dashuria dhe respekti në mes njëri tjetrit ishte në qendër të traditave shqiptare. E treguesi i kësaj ka qenë respektimi i vendimeve të zotit të shtëpisë, fjala e të cilit ka qenë ligj. Këtu tradita i kishte përjetuar edhe Naser Yunusi nga fshati Sfesile Podujevës, i cili tregon për të kaluarën dhe traditat që ekzistonin e që tash kanë nisur të venitin. Unë quona Naser Yunusi, e lindën, e rritën në Revuq, e romën Sfeqel, jo atë këna familja modhe konë dëku 25-6 antarë, e në konë bashkallak, e në konë me migjë, babën e konë pas gjallë, këna merë me bujësi, me blektëri, që të... Kush u konë zotë shpije? U konë baba. Baba dhe më thamë, përmimi gjallarë? Pa. E që shë ka vëthejsh baba, a kini po një loj respektin dhe ti? Normal që kena pos respekt, e kena pos fjallët që ta ka onë u duft me kry, të a i s'ka pos dilema dhe qka kena ndigju tonë, si motra, si vllazni, si mi gjallar, nëse mi gjallar t'jen konë edhe domë për neve. A i ka do punë, që shën do punë të atëherë, për shumë bujtësi? Po t'yve, dikush u merë me bujtësi, dikush me blekteri, qështë. Kena pos lëpe dhane, kuale, to në e në konë. A i keni lëshu ju? Po, na i kena lëshu. Kena lujt, vëllohet të lifore, kena lujt me shtogat që pidak që thëjnë, kena lujt, i në konë dykun 10-15 shëban, se cili ka pos atë gjone veta që i ka rujt. Gjë ditën e lume, bromi e kena qurë shpe, nesrit apet e kena lëshu që ashtu saba, pa normal ajo u ndigju. Atëherë u kondresh, kur të ka honë prinde që të punë krye, e kena kry. Se kena lonë me thonë, jo hajde, jo ta kry, po se ka kry. Po e ka kry. Unë i kam, atëherë u konë, nuk u konë keqë. Kush ka desht, unë i kam 8 vjetë shkollë, jo ma shumë, se si kam posas fort kushtet ashtu. Baba ka punu minjerë në Sërbi. E mësusi që shë respektuar? Mirë. Po ty be mirë konë. Këna deshte, këna respektu. Ta shte në Kosovë këty në herë ko mësusi, ta ma mësusë, adin. Edhe ju ketut, ta shme të vërtet, ordhë, se to ota qysh është, pak është manresh, fort nuk i tutën mësusit. A me nënë që edhe fëmija pak edhe nuk predojnë shkollën, po predojnë me mësuet, pasha zëti me të ka dzu drejten, tash pak për, i ka hu pak. Po me desh mësujnë. Me desh mësujnë. Ka edhe mësejsit mirë edhe tash. Tash jenë me fakulteta, jenë me... Atëherë u konë me shkollën e naltë ka posë. Ata shenë me fakulteta, me... Edhe ju hja po. Edhe ju hja po. Së thëmija sa të rua, ja dhonë telefonin, luën me të lifar lujnash. Vallohi të unë, mësiti ma ka gjithë.
Unë me mëset ju martu. Kush është kom mëset? O kondoja i grus. Unë me mëset. Asim po, asë dejat 9 orë. Po e mdrëlla për zoti, mirë dhe këtë, mirë e këna që mirë. I kam 2 djelle, 2 vojza. E që shartë puna kontakti me dojën e nusës? Sa ke Po që është, jo, këna gjë kështu në kafe, kur kanë nejt, ka bisedu vlov, migja, edhe që aty e në ardhën të akart, më kam po mua, unë me të kazu drejtën, grunë se ku po, se së ka unë e lejush ma të herë që është të din. Jo, unë e këmë thonë, unë e pajtoj qysh vendosni ju. Pajtoj unë atë punë. Ajo është gabim, të thuj ta pleq që me të lidhë dikush, mund është edhe mu zgjidhë. Ata është e pe mori vetë, as për të vesin ty, as për të vesin kërkën, edhe po vjen të dhejtë e keqja tani. A ka ndodhë të kalunën më ndo, a ka pas ndarje? Ka mujtë me ndodhë atëherë, po shumë pak. Shumë pak se është puna që kur të ka lidhë dikush, edhe të ka zgjidhë. Ta është nuk, ta është problem. Ta është shumë problem. Se s'dë vetë kërkush. Pasha zoti, kjo nuk është pasha i mirë, po edhe që li po do, mirë është edhe mo do. Pse? Pse po? Ma mirë është mo do, se më orë te keqja. Epja. Dhe më hanë epja rrugën, po dënë vetë, epja rrugën. Pse me pengu? Një vend të rëndësishëm tek shqiptarët e kishin edhe odat, e që sipas Naserit, përpos tjerash kanë shërbyer edhe për pritjen e musafirëve, të cilët me raste kanë qëndruar edhe me ditë të tëra. Ai thotë se tradita e pritjes së musafirit pothuajse është zhdukur, pasi shumë rrallë ka vizita mes të afërme. Po kena posë edhe udë. Çka është po në oda? Kush ka najtë në vërtetë? Në udë, po të kalëzë drejtën, ka nejtë burrat. Nuk ka posë aty të përzijim, për shembull me femna, apo me diçka, po ta më nuk konë udë e burra. Udë e burra që kanë bisedue. është folë ma shumë për to, e në folë punë të përdeshme, është folë për venin që konë atërë në kupema. Çka është folë? Ka folë edhe ato unë kanë folë. Edhe ato unë kanë folë. Po kanë folë, kanë bo lafë. Qëtë punë. Ka pos lojna me kapuqa, me që së farë. Ka pos. E musafira e në prit pas? Qysh si më prit. Musafira atëherë ka pos edhe respekt. Ka pos edhe vullnet kër u shku. Tash kur s'kesh me të kazu drejtën musafir dikun, valaj nuk rrinë shumë. Ta rrinë pak. Edhe qaj që të vjen me telefon në ndorë, bu hu pak mua beti. E pëse kënajt atërë, kënajt shumë apo qysh? Ku më vërtet me nejtë shumë. Musafir. Jo, lo këm nejtë me 2 net, 3 net, Dhe kanë bujt, ha? po qyshe. Ka nejtë, atë të rëkon edhe lezeti, kër ka orë doja, ose nipi, ose... Pa morë më parasysh kusht ka orë, o konë edhe lezet. Ta është i pak, shumë është, vëlloja e ka hupë shumë. Shumë se e pak. Shumë. Shumë. Disa vite, Naseri i kishte kaluar edhe në mërgim. Ai thotë se kushtet e jetesës ishin më të mira se në Kosovë, e duke i ditur këto të rinjtë edhe po lakmojnë që të emigrojnë në Perëndim. Jo, qëre për të kalzoj drejtën, unë këm jetu një 6 vjetë Gjermani, po me vend tonë nuk ko. Po të rritë po menojnë që ati është ma mirë, po loj si veni nuk ko. Dhe me honë në jenë dhe rogat vogla pak të, po shko në punë, vje për i punë, i në shpetone, i erë nga të prindve, aje me mirë nuk ko. Menon që edhe kushtet kanë diku ka pak të përmene rrogat e
vogla këtu. Po, ka diku edhe faktesht. Diku. Që i ka fajtë këtu. A, vallaj, këtë me të kallëzu drejtën, unë politikan nuk jam, po s'është bash, po edhe keq nuk është. Nuk mundesh me kon keq. Pasha Zotit, unë nuk e di për drejtë, për çdo politikan që po vjen, çdo parti që po ve në pushtet, ai po thotë unë e bëj këtohon, unë e bëj këtohon, unë e bëj këtohon, po dihen edhe senet. Po e nashta i lakë mujnë, po ata let nuk e kanë ku i rifitojnë porët. Nuk e kanë letë se përshamë edhe letë gruna, letë thmine, letë prindina, nonëna, babëna. A ke qenë të i martuar gjatë kohës kur ke shku në Perëndim? Po, Sa ke pas vështirë me jetu pa gruan? një vjetë këm nejtë pa grua, tani, mas një vjetë e këm morë grunë. Pas një vjetë e gruan, a ke pas edhe fëmijë? E këm posë 2 vjetë dhe thmine mëdhej. E pse vendose mu këthy? Se më këthyen. Këthy? Po, se se shra këthy dhe po të ka të drejtën. Sa o konë jeta ma e mira? Po, konë jeta me e mire, shkëllimi konë me e mire, kushtet jenë konë manë, u shku e thmija në shkolle, u shku në këtë garde, ta ka në dokuet që shduhet, pa që se mërzit, blo. Po, fakt. Kër u ktheve në Kosova, të ra mirë që u ktheva, ja nisi me Dej dikon mirë, po dej dikon ju. Pse? Pse ja? Se me në gjithë që e kom marru që të shpi, që shtë dhe toke dhe që shtë që i kena ble, normal që i këshin zbut. Normal është taj që i këshin zbut. Ke pos fabrikën e armaturës të, ke pos lamarinën këtë, ke pos loj fabrika këtë, po kreti kanë. A mena që banën gabim që i mshelën? Po edhe force e pak, se këtë rinia këshin bujnë të punu që atë.